Ka histori që nuk i fshin koha, por njerëzit. Ka të vërteta që nuk humbasin, por ndalohen. Për më shumë se 80 vjet, një episod i tërë i historisë shqiptare u zhduk nga librat, u mbyll nga arkivat dhe u mbulua me pluhur. Sot, ne do të hapim atë derë. Ky është rrëfimi i Shqipërisë së Bashkuar të vitit 1943 dhe tragjedisë që erdhi pas saj. Pas kapitullimit të Italisë fashiste, Shqipëria mbeti në një boshllëk të rrezikshëm politik, por shqiptarët nuk u zhdukën, nuk u shuan, nuk u dorëzuan. Në Tiranë formua Regjenca, institucioni më i lartë kushtetues shqiptar. U ngrit qeveria e Recep Mitrovicës dhe shteti si një trymë shekullor shqiptar filloi të marrë frymë sërish. Ishte hera e dytë pas vitit 1912 për shqiptarët të kishin shtetin e tyre me administrat, me drejtësi, me qeveri. Në vitet 1943-44 ndodhi diçka që sot pak kush e beson. Troje shqiptare u ribashkuan, nga Shkupi në Tejvar, nga Mitrovica në Janin, nga Tetova në Olqen. Shqiptarët ponë për herë të parë hartën e tyre etnike të afrohej realitetit politik. Për disa kjo periudhë u quajt pushtim, po për shumë shqiptar kjo ishte qarja e parë e dritës në një histori të gjatë pa drejtësish. Shqipëria e viteve 43-44 nuk ishte vend i kaosit. Ishte një shtet funksional, parlamenti punonte, ministrat negocionin, gjandarmëria ruante rendin, gjykatat funksiononin. Madje pati edhe një fakt unik në historinë tonë. Ministri Gjerman i Financave u ul përballë ministrit shqiptar për të negociuar në valutën dhe marrëdhëniet ekonomike të shtetit. Një takim bilateral, një respekt shtetëror që qeveria e 1912-s nuk e kishte arritur kurrë. Shqipëria për herë të parë po fliste me botën si shtet. Minierat e kromit furnizonin tregun europian, rafineritë e naftës punonin, siguria ishte shqiptare, një shtet i bashkuar, i vendosur, i organizuar. Por ndërsa shteti ndërtohej, në hije po lëvizte një forcë tjetër. Në vitin 1941, shumë më herët se gjermanët, 2 emisar jugoslav hynë në Shqipëri, Miladin Popović dhe Dušan Mugosha. Ata nuk erdhën për të ndihmuar shqiptarët, por erdhën për t'i kontrolluar. Krijuan Partinë Komuniste Shqiptare, zgjodhen udhëheqësit, vendosën rregullat. Urdhri ishte i thjeshtë: shkatërroni qeverinë shqiptare, neutralizoni nacionalistët, mos lejoni kurrë një Shqipëri të bashkuar. Kështu nisi një luftë tjetër, lufta e shqiptarëve kundër shqiptarëve. Ndërsa ushtria gjermane po tërhiqej, partizanët shqiptar merrnin urdhra nga emisarët jugoslav. Shqiptarët që mbronin shtetin e tyre u shpallën armiq. Lufta civile nuk ishte vendim i popullit, ishte një direktivë politike e ardhur nga Beogradi. Në vitin 1937, vetëm pak vite para luftës, Vasa Çubrilović propozoi zyrtarisht spastrimin e shqiptarëve nga Kosova. Dëbim masiv, kolonizim i territoreve, eliminim i elitës shqiptare. Ky plan do të bëhej realitet në vitet 44-45. Në janar të 45-s, mira shqiptar u thirrën të marshonin drejt Sremit, gjëja për të luftuar gjermanët. Por Shaban Polluja e pa të vërtetën. Ky marshim nuk ishte luftë, ishte zbrazje e Kosovës nga burrat e saj. Polluja refuzoi. Ai mbrojti Drenicën, mbrojti popullin, mbrojti nderin dhe u vra tradhtisht. Por emri i tij mbeti simbol i një Kosove që nuk u dorëzua. Pas vrasjes së Polluzhës, mira shqiptar të tjerë u nisën në kolon drejt malit të zi. Pa armë, pa ushqim, pa mbrojtje.
Pranverën e vitit 45 në Tivar, ndodhi masakra. Qindra, mira shqiptarë u vronë një ditë. Ishte krim, ishte tragjedi, ishte pjesë e një plani në bashkëpunim me komunistët e shtetit shqiptar. Dhe pastaj erdhi heshtja. Për 45 vjet, askush nuk guxoi të fliste për Polluzhën, për Tivarin, për Shqipërinë e Bashkuar. Librat e historisë u rishkruan, arkivat u mbyllën, emrat u zhdukën, e vërteta u varros me forcë. Lef Nosi, Bab Dud Karbonara, Qemal Kara Osmani, gjithë firmitarët e pavarësisë të përshkatuar ose burgosur. Regjimi komunist shkatërroi elitën kombëtare shqiptare dhe me ta u shua një brez i tërë që mund ta ringrinte Shqipërinë. Por e vërteta nuk vdes, ajo pret. Pret derisa një brez të guxoj ta kërkoj. Pret derisa dikush ta hap arkivat. Pret derisa pluhri të bjerë. Ne jemi brezi që po e rikthen historinë e ndaluar. Shqipëria e vitit 43 nuk ishte pushtim. Ishte momenti më i afërt me bashkimin kombëtar. Dhe kjo histori është e jona, është e vërteta jonë, dhe tani do të dëgjohet.